Konsumimi i marrëdhënieve seksuale sjell përfitime të shumta, të lloj-llojshme, duke filluar nga rritja e vetbesimit, duke përfituar nga lirimi i hormoneve dhe neurotransmiterëve të tjerë që lirohen gjatë orgazmës, duke e rrit afërsinë ose duke e rrit mirëqenien që dikush i përket dikujna, ose dikush është i dikujt ose e dikujt, dhe gjitha këto përfitime mundet me ndodhë që për raste të caktuara, në momente të caktuara, për arsye të ndryshme, me i humb nganjëherë. Dhe rastet kur njëri prej partnerëve zhduket në forma të ndryshme, ndahen, shkon në punë jashtë dikon, o thon larg, vdes, e humb krejt, mundet me rezultue me evitim apo me shmangje të marrëdhënieve seksuale prej partnerit tjetër. Zakonisht janë vajzat ose gratë që vujnë më shumë dhe momenti kur ato e humbin partnerin për një prej këtyre arsyeave që i përmendëm, e shmangin edhe marrëdhënien seksuale. Shmangja e marrëdhënieve seksuale i lën ato pa ato përfitime që i përmendëm më herët. Nivelin e stresit nuk kanë me çka me zbut. Pa gjumësinë eventuale nuk kanë me çka me e mjeku, s'ka orgazm, nuk ka marrëdhënie seksuale, nuk ka intimitet, nuk e ka dikon afër. Lirimin e hormoneve të kënaqësisë e kanë më të mungut. Si rezultat të këtyre, ato vajza me raste din ose gra din me bo më agresive, me e hup vetbesimin, me e hup koncentrimin dhe mos me qenë afta as me kry punë të tyre ditore si rezultat i mungesës së marrëdhënieve seksuale. Këto raste i këshillojmë partnerët, sidomos partnerët vajza dhe gra, që në momenti që kanë hup partnerët për arsye të ndryshme, nuk është fundi i botës. Nëse dhe bashkë nuk munden me gjetë me njerë një partner tjetër me zavensu, me i përdor forma tjera të marrëdhënieve seksuale solla, e që janë masturbimi apo forma të ndryshme të kënaqësisë, qoftë edhe duke përdorur lodra seksuale. Pra mos me lënë veten pa përjetuar orgazm dhe pa i shfrytzuar përfitimet që i sjell në orgazm. Pra marrëdhënie seksuale të partnerizuara që ndërpriten për arsye të ndryshme munden lehtësisht me u zavensu me marrëdhënie seksuale solla për me mujt me i mbri përfitimet që i përmendëm më herët. Shmangja për një kohë gjatë shkakton probleme të ndryshme, edhe psiqike, edhe mendore, edhe organike besa. Është një postulat në mjekësi që thot organet që nuk përdoren stërkeqen ose atrofohen dhe mos konsumimi i marrëdhënieve seksuale është edhe një prej shkaktarëve që mundet me çunë stërkeqe apo në atrofi të organeve seksuale të vajzave apo të grave. Marrëdhëniet seksuale të vrashta shpeshherë janë edhe marrëdhënie seksuale solo ose me vetveten. Ka raste në literaturë kur tregohet që persona të caktuar nuk munden me u masturbue pa e vendosur një lak në fyt. Lak që e shtrëngon dhe e eksiton në tejmose ato. Por ka ndodhur kur aksidentalisht niveli i orgazmit ka qenë aq intensiv dhe persona i ka shtrënguar lakun deri në atmos sa ka humbur dijen dhe është mbyt, është ngolfat duke masturbuar.